Përshëndetje miq. Doja t'ju shpjegoja pse jam me Adriatik Klapajn dhe me lëvizjen Shqipëria bëhet. Në koalicion nisma Shqipëria bëhet. Në një farë mënyrë ishte komplet indiferent ndaj asaj që ndodhte në politikën shqiptare. E kisha mirë me të majt me të djath, kisha famën dhe njohjen në tërë botën nga shqiptarët kudo që shkoja, nga Australia në SBA apo në Kanada e në gjithë vendet e tjera. Dhe mendoja se në Shqipëri nuk ka më asnjë lloj shprese. I kam njohur të gjithë nga afër, i di se kush janë. I vetmi që nuk isha njohur është Adriatik Klapaj. E takova një herë dhe i thash bë diçka për këtë vend, se nëse nuk e bën ti, nuk ka për ta bërë njeri. Pse do thoni ju e bëra këtë gjë? E kisha parë në krye të protestave me naftarët e Ballshit që ishin vënë për mospagesën e disa muajve rrogë në marshim me këmbë për në Tiranë. Dhe aty më bëri përshtypje dhe kujtova se ishte një naftar Ballshi. Pastaj e pash me minatorët e Bulqizës dhe thash, pas kam kuptuar gabim që ka një minator Bulqize. Pastaj e pash që zhytej dhe nxirrte goma nga deti në Sarandë e mbeturina të tjera plastike dhe thash po prit se s'qen nga Bulqiza, po ky duhet të jetë nga jugu, nga Vlora, nga Saranda, se të ditë zhytet kaq mirë. Pastaj e pash me fermerët e Divjakës dhe kujtova që kisha të gjitha gabim dhe u bëra lëmshë, s'po dija më me kë ishte, kush ishte ky person. Faktikisht në 34 vjet është njeriu që me sa kam dëgjuar unë flet më mirë për shtetin, që e nje më mirë shtetin, që i nje më mirë problemet e grupeve në nevojë të shoqërisë shqiptare. Ndaj ju bashkova, duke mos pasur as më të voglin interes politik, duke mos kandiduar as tani për deputet dhe pse të gjitha mundësit i kisha, duke mos kërkuar asnjë funksion brenda kësaj lëvizje, duke mos e pasur edhe pse mundësit i kisha, mendova se Shqipërisë i ka ardhur momenti që të ketë një forcë të re politike shumë ndryshe nga të tjerat. Në 34 vjet nuk mendoj se e një njeri shtetin më mirë dhe nuk e dëgjoj me më kënaqësi se sa Adriatik Klapën asnjë politikan tjetër, majtas dhe djathtas qoftë. Të vazhdojmë akoma me gënjeshtrat e partisë që është në pushtet. Të vazhdojmë akoma me këtë parti në pushtet që është bërë si një kufom që merr frymë akoma nga gjithë ato arrestime që janë bërë dhe kanë kurajo akoma të premtojnë njerëzve dhe paturpsin të kërkojnë njerëzve votën mbas një lumi kryetarësh, bashkish dhe ministrash